Eksperti i sigurisë Drizan Shala në një prononcim ka vlerësuar lart rolin e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, në diplomacinë ndërkombëtare, veçanërisht në një periudhë kur marrëdhëniet me partnerët kryesor perëndimor janë të tensionuara. Sipas Shalës, presidenti Osmani po perceptohet gjithnjë më shumë si figura më e pranueshme dhe më konsistente për bashkësinë ndërkombëtare, veçanërisht për Shtetet e Kuintit dhe Bashkimin Evropian, në kontrast me qasjen më të ashpër të qeverisë Kurti. Vjosa Osmani po perceptohet gjithnjë më shumë si institucioni më i pranueshëm dhe më konsistent për bashkësinë ndërkombëtare, veçanërisht për Shtetet e Kuintit dhe BE-s, në kontrast me qasjen më konfrontuese të Kurtit. Ajo është kujdesur të ruajë gjuhën diplomatike, të theksojë partneritetin me SBA-n dhe BE-n dhe të mos ndërmarrë hapa që mund të interpretohen si refuzim i koordinimit, u shpreh Shala. Eksperti vlerëson gjithashtu angazhimin aktiv të presidentes në forumet ndërkombëtare, samitet dhe takimet me liderët botëror, si një formë ndërtimi të soft powerit të Kosovës. Gjatë muajve të fundit e sidomos në ditët e fundit, ajo ka marrë pjesë në disa forume dhe takime që kanë synuar forcimin e profilit të Kosovës si shtet demokratik, euroatlantik dhe i përkushtuar ndaj vlerave perëndimore. Kjo përfshin takime me krerë shtetesh, përfaqësues të NATO-s dhe BE-s dhe pjesëmarrje në samite për çështjet e sigurisë dhe barazisë zgjinore, duke e përdorur figurën e saj për të ndërtuar soft power, deklaroi Shala. Në një kohë kur marrëdhëniet e qeverisë Kurti me SBA-n dhe BE-n janë tensionuar për shkak të zhvillimeve në veri të vendit, Shala thekson se Osmani po luan rolin e balancueses. Në një klim ku raportet e qeverisë Kurti me SBA-n dhe BE-n janë përkeqësuar për shkak të zhvillimeve në veri të Kosovës dhe mos përputhjes me kërkesa ndërkombëtare për depërshkallëzim, presidenti Osmani duket se përpiqet që ta luajë rolin e balancueses, shpesh duke qenë një derë kontakti dhe komunikimi e preferuar nga diplomatët perëndimor. Ajo ofron një kanal më të lehtë komunikimi me Perëndimin, mbështet qasjen euroatlantike dhe ruan një pozicion institucional më neutral në raport me debatet politike të brendshme. Nëse kriza institucionale përkeqësohet, mund të rritet presioni mbi të për të ndërmarrë qëndrime më të forta që mund të komprometojnë pozitën e saj neutrale dhe institucionale. Për më tepër, mbështetja e saj mund të interpretohet nga opozita si legjitimimi i qeverisë në krizë, analizon Shala. Por për ekspertin, aktualisht Vjosa Osmani po shfaqet si pika më stabile dhe e besueshme për bashkëpunimin ndërkombëtar, duke qenë një figurë që po e mban gjallë lidhjen e Kosovës me Perëndimin në një periudhë kur kjo lidhje është shumë e brisht. Megjithatë, kjo situatë nuk është pa rrezik, sepse ekspozimi i lartë në skenën ndërkombëtare mund të kthehet në përgjegjësi politike nëse nuk përkthehet në rezultate konkrete për Kosovën, si antarësimi në organizata ndërkombëtare apo përmirësimi i imazhit, përfundon eksperti Shala.